Profeti Sulejman dhe mbretëresha Belkisa. Asaj ju tha, hyrë në pallat. Kur e pa, ajo mendoi se para saj gjende një pelg ujë, ndaj ngriti fustanin dhe zbuloi këmbët. Sulejmani tha, në të vërtetë ai është një pallat i veshur me pllaka qelçi. Atëherë ajo tha, Zoti im, me të vërtetë që pas kam qenë e gabuar, ndaj dhe unë i nënshtrohem Allahut, Zotit të botëve, bashkë me Sulejmanin. Surja Neml 44. Dokumentet historike në lidhje me takimin e profetit Sulejman me mbretëreshën e Sebeit dolën në pa nëpërmjet shqyrtimeve të bëra në gërmadhat e lashta të Sebeit në Yemenin jugor. Kërkimet e bëra mbi këto gërmadha zbulojnë se një mbretëresh jetoi në këtë vend midis viteve 1950 para erës sonë dhe udhtoi drejt veriut në Jeruzalem. Hollësitë rreth takimit të këtyre dy sundimtarëve, si dhe rreth pushtetit ekonomik dhe politik të vendeve të tyre, gjenden të shpjeguara në surën An-Naml. Historia e tyre, e cila zë një pjesë të konsiderueshme të kësaj sureje, fillon me lajmin, të cilin Hudhudi, një antar i ushtrisë së Sulejmanit, i dha Sulejmanit për mbretëreshën e Sebeit. Por Hudhudi nuk u vonua gjatë dhe kur arriti tha, kam një lajm që ti nuk e di. Unë po të sjell nga Sebei lajme të sigurta. Unë gjeta atje një grua që i sundonte ata. Asaj i janë dhënë të gjitha gjërat që i nevojiten një sundimtari në tokë dhe ka një fron madhështor. Unë e gjeta atë dhe popullin e saj duke adhuruar diellin në vend të Allahut. Por shejtani u ka zbukuruar punët e tyre duke i shmangur nga udha e vërtet. Andaj ata nuk janë të udhëzuar dhe nuk adhurojnë Allahun, i cili nxjerr në dritë çfarë fshihet në qiell dhe në tokë dhe e di se çfarë fshihni dhe çfarë shfaqni hapur. Nuk ka të adhuruar të vërtet përveç ti, Zoti të Arshit Madhështor. Sulejmani tha, do ta shohim nëse po thuat vërtetën apo po gënjen. Surja Neml 22-27. Pasi mori këto lajme nga Hudhudi, Sulejmani i dha atij urdhrat që vijojnë. Merre letrën time dhe hidhu atyre. Pastaj largohu pak prej tyre dhe shi çfarë përgjigje do të kthejnë. Surja Neml 28. Pas kësaj Kurani tregon se si rrodhën ngjarjet, pasi mbretëresha e Sebeit mori këtë letër. Ajo tha, o prijes, mua më kanë sjell një letër të rëndësishme. Ajo është prej Sulejmanit dhe fillon me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirë plotit. Mos u mbani me të madh ndaj meje, por e jani tek unë si musliman, besimtar të vërtet. Ajo tha, o prijes, më jepni mendimin tuaj për këtë çështje. Unë nuk vendos asnjë çështje pa marrë më parë pëlqimin tuaj. Ata i thanë, ne jemi të fuqishëm dhe disponojmë mundësi të mëdha për luftë, por ty të takon urdhri, kështu pra, mendo mirë çfarë do të urdhërosh. Ajo i tha, kur mbretërit pushtojnë një vend, e plaçkisin atë dhe i poshtrojnë njerëzit më të nderuar të atij populli. Me të vërtetë, ata veprojnë kështu, por unë do t'i dërgoj një dhuratë dhe do të shoh se çfarë përgjigje do të sjellin lajmëtarët. Kur lajmëtarët vajtën tek Sulejmani, ai u tha, a mos vallëdoni të më ndihmoni me pasuri. Ajo që më ka dhënë Allahu është më e mirë se çka ju ka dhënë juve. Për më tepër, ju jeni njerëz që kënaqeni me dhuratën tuaj. Kthehuni prapë tek ata. Ne do të vijmë me një ushtri, të cilës nuk mund t'i bëjnë ballë dhe do t'i përzëm prej andej, të turpëruar dhe të poshtruar. Ai u tha njerëzve të tij, o udhëheqës, cili prej jush mund të ma sjell fronin e saj para se ata të më vinë të nënshtruar. Një prej gjindëve të fuqishëm tha, unë do të ta sjell fronin para se të ngrihesh prej vendit. Unë jam i fuqishëm dhe i besueshëm për të kryer një shërbim të tillë. Ai që kishte dije mbi librin e shenjtë tha, unë do të ta sjell para se të hapësh e të mbyllësh syt. Kur Sulejmani e pa fronin të pendosur para tij tha, kjo është mirësi nga Allahu për të më vënë në provë, nëse do të jem mirënjohës apo mos mirënjohës. Kush tregohet mirënjohës, është mirënjohës për veten e vet. Kush tregohet mos mirënjohës, do t'i bëj dëm vetes, sepse Zoti im është bujar dhe nuk ka nevojë për askënd. Ai tha, maskojeni fronin e saj që të shohim nëse do ta njoh apo jo. Kur ajo erdhi e pyetën, a është froni yt si ky? Ajo tha, duket tamam si të ishte ai vet. Sulejmani tha, neve na është dhënë dije para saj dhe ishim besimtar që më parë, por atë e ndaloi të pranonte fenë e vërtet, ajo çka kishte adhuruar më parë në vend të Allahut, sepse ajo ishte prej një populli mos besimtar. Surja Neml 29-43.
Në ajetet që flasin për mbretëreshën e Sebeit, përmendet edhe profeti Sulejman. Në Kur'an tregohet se Sulejmani kishte një pallat të mrekullueshëm dhe një mbretëri të madhe dhe të fuqishme. Ai kishte teknologjinë më të përparuar të kohës së tij. Në pallatin e tij të mahnitshëm, veprat e artit dhe objektet e tjera me vlerë u bënin përshtypje të gjithë atyre që i shihnin ato. Hyrja e pallatit ishte prej qelçi. Kurani e përshkruan këtë pallat dhe përshtypjen që kishte lënë ai te mbretëresha e Sebeit si më poshtë. Asaj ju tha: "Hyr në pallat." Kur e pa, ajo mendoi se para saj gjende një pellg uji, ndaj ngriti fustanin dhe zbuloi këmbët. Sulejmani tha: "Në të vërtetë, ai është një pallat i veshur me pllaka qelçi." Atëherë ajo tha: "Zoti im, me të vërtetë që pas kam qenë e gabuar, ndaj dhe unë i nënshtrohem Allahut, Zotit të botëve, bashkë me Sulejmanin." Surja Neml 44. Në literaturën jehude, pallati i profetit Sulejman quhet Tempulli i Sulejmanit. Sot vetëm muri perëndimor i këtij pallati qëndron dhe ai quhet nga jehudet Muri i Lotëve. Arsyeja pse ky pallat, ashtu si shumë objekte të tjera në Jeruzalem, u shkatruan më vonë, ishte sjellje e keqe, mospërfillse dhe arrogante e jehudëve që erdhën më vonë. Në Kur'an thuhet: "Ne i lajmëruam ben Israilët në libër, Teurat. Ju do të bëni 2 herë likësi e shkatërrime në tokë dhe do të bëheni kryelartë dhe tiranë." Kur erdhi koha e premtimit të parë, ne dërguam kundër jush disa nga robërit tanë, të cilët ishin luftëtarë të fuqishëm e të ashpër dhe hynë në çdo skut të shtëpive tuaja. Ai ndëshkim ishte një premtim i përmbushur. Pastaj ne ju ndihmuam që të triumfoni dhe një herë mbi ta. Ju dham pasuri e fëmijë dhe ju shtuam shumë në numër. Ne ju tham: "Nëse bëni vepra të mira, do t'i bëni mirë vetes. Nëse bëni vepra të këqija, do t'i bëni keq po vetes." Më pas, kur erdhi koha e premtimit të dytë, ne i dërguam armiqtë tuaj që të fusin dëshpërim në zemrat dhe fytyrat tuaja dhe të hyjnë në xhamin Aksa, siç patën hyrë më parë, duke rënuar plotësisht gjithçka që u binte në duar. Surja Isra 4:5.